Allah, OBSH, Organizata Botërore e Shëndetësisë. Yes, but I don't know to speak very good English. I have a question. A keni përglasit pandemin mërtva? A është halo kjo pandemia aktiv? Okay, I call you back because I need to find someone who know to talk with you English. Blerim, a kana përglasit pandemin e krymeve, se se di, OBSH-ja e ka përglasit? Në vitë? Ka përglasit mërtva. Ama kush go përglasit? Këtu? Molla Sula. Në vitë? Go përglasit me za mërtva ili ushte? Mislim da kada go përglasit. Dhe u plasim. A këna njësë emision? Po ja këna njësë. Rega? Jo, blerim ngollë. Mirë rama publiki, jo një dashër ngollë, politiki ngollë, kredit. Popull që po shkojnë ka pushimet e vere se kush dinar në gjep s'ka, veç i bojnë kalkulimet, gërat dojnë me shku pak me bana histori, me qitë në Instagram. Ne kemi potencu që 115 emisione përdor në inteligencën artificiale, fut një ka një fotografi kishe i një deti, edhe qitë në përjetës sociale se na halo pa e përglasit kjo OBSH-ja një pandemi jetën, para se me njësë për pandemija mi tot njerëzit, hajtë nëse te e ki qefë ato diti piti Që mas pare, une qatë parë muzikën, kur për rezën... A petë, halaka, blerim, qazë nguo se ti se këni. Pe dënë muzikën kur banë kështu përshallë, kur t'hina në emision, me basi kur laj, me A pe din? Edhe mu lidhë tani me emisionin... Pi do këtë më interesant qështu, si kur... A pe din kështu? Që tash? Po anë që për talen, kështu si në background. Ja, tash u kry. Hajtë, suje. Ne që mi kesha, por i këthejemi prap në emisionin 115, 115 për krejt ju që na shenjë në mbështet një falenderimi veçant edhe stafit anej kas për doken 115 epizoda. Kjo është e mirë. 115 epizoda bashk kemi trajtu tema, qka jem të prodhu na si qytetarë kësaj dyjaje, Allah në dorë tone. Kështë do frutha, do kolla, do lijaj, kena kry të në erë koronavirusi, tash po thujnë hantavirus, po me gjitha të më staroj me potencu që jene në emisionin më të shikua në vend, dhe kjo krejt është falë juve. Hantavirus o ardhë. A ka mundësi qatë GPT më kalëzu dishka për hantavirusin? Sigurisht. Hantaviruset janë viruse që zakonisht transmitohen përmes kontaktit me urinë ose jashqitjet e kafshëve të infektuara, sidomos miu dhe mishi. Simptomat mund të përfshin ethe, lodhje, dhimbje muskujsh dhe në disa raste, një formë e rëndë e sëmundjes së quajtur sindroma e fryrjes pulmonare. Nëse ke nevojë për më shumë informacion apo simptoma specifike, më thuaj. A mundesh më tregu, a e kena OBSH-ja, a e ka shpallë të mbyllur këtë koronavirusin, pandeminë e koronavirusit? Po, është e saktë. Organizata Botërore e Shëndetësisë, ose OBSH, e shpalli pandeminë e koronavirusit në mars të vitit 2020. Kjo ishte pas përhapjes globale të virusit, ku rastet filluan të rriten shumë shpejt në përbot. Pas asaj, pati masa të mëdha për kufizimin e lëvizjes dhe për përpjekje për të kontrolluar shpërthimin. Që për tani këtë virusi? Hantavirusi me ba me u përhap shka ndodhë? Po, hantavirusi nuk ka një përhapje globale si Covid-i. Ai zakonisht është më i kufizuar, shpesh i lidhur me zona rurale dhe kontakt me kafshë të infektuara, si miu. Megjithatë, rastet janë serioze kur ndodhin, por janë më sporadike dhe jo me një shpërthim masiv si në pandeminë e Covid-it. Faleminderit shumë, shihemi në emisionin tjetër. Kjo son rregull, kur gjon hiç son rregull. Nëse ke nevojë për diçka tjetër. Jo, s'kem nevojë. Prit të vez diçka. Po lebra o të gjatë. Sa shqiptar ka pas në manastir?
në Republikën e Maqonisë, në vitin 1945? Po, ka pasur shqiptar në manastir në atë periudhë. Manastiri ka qenë një nga qendrat ku komuniteti shqiptar ka jetuar dhe ka pasur prani të dukshme, veçanërisht në periudha historike si ajo. Pas më kallëzohet numër, pa hajtë më shelegojnë tash se si e të më interesoje, qajtë. Më vjen keq, nuk kam një numër të saktë për atë periudhë. Nëse ke ndonjë burim historik ose dokument që mund ta shohim bashk, mund të përpiqemi të gjejmë më shumë detaje. Blerimi po vetë Barca, shka ka bo? A, shka ka me bo? Barcelona. Të dielen. Ah, super. Nëse ke ndonjë planet për Barcelonën, mund të më thuash. Apo planifikon ndonjë udhëtim, apo thjesht je në kërkim për informacione. Më trego pak se Po du me ditë sa rezultati me vlla që me shku me luni prognoz. Do bloku. Tele bële. Jo, lojet ka dëru pas me pos vlot grus. Publik joni dashur nuk e kemi për mju tut, po e kemi marrë një material sepse një konta, që shetën? Honta. A honta, Hanta. Hanta virusi. A e një veç ata ChatGPT, ata mos rrea ofër kafshë. Po mirë e ka. Mirë e ka, është mirë më që unë ti më largu. Shumë me materialin vlerim se ko që e kena zgotë surët. I kena zgatë. I zgatë e ti, i kena zgatë. Goa, shuj. Tuar me hantavirus është shtruar në një spital në Zyri, ku aktualisht po merr trajtim mjekësor. Qeveria vendase këmbënguli megjithatë se aktualisht nuk ka rrezik për popullatën e gjerë. Personi në fjalë kishte qenë pasagjer i anijes turistike MV Hondius, ku janë regjistruar disa raste të sëmundjes. Sipas zyrës federale të shëndetit publik në Zvicër, burri ishte kthyer nga një udhëtim në Amerikën e Jugut, së bashku me gruan e tij në fund të muajit prill. Pas shfaqjes së simptomave, ai ishte paraqitur në spitalin e Zyriut, ku e kanë vendosur më njëherë në karantinë. Një test në laboratorin referencë në Spitalin Universitar të Gjenevës Hug konfirmoi infeksionin me hantavirus. Në hetimin e rastit, është përfshirë edhe Instituti Kombëtar për Sëmundje Infektive i Afrikës së Jugut, Instituti Pasteur në Senegal dhe Administrata Kombëtare e Laboratorëve dhe Instituteve Shëndetësore të Argjentinës. Bashkëshortja e tij ndërkohë nuk shfaqi simptoma, por hyri në izolim vullnetar si mas paraprake. Zyrtarët vendas janë duke verifikuar nëse pacienti ka pasur kontakt me persona të tjerë. Sipas të dhënave të fundit, deri në 6 maj janë regjistruar gjithsej 8 raste, prej të cilave 3 janë konfirmuar në laborator si hantavirus. E tash të bëj një pyetje tënë se e zgata, po tash më interesant. A thanë kontakt me kafshët? Po, në kontakt me kafshët me jashtësitje, me shurë. E tash, atë kujtot e me imoni që ja qeshëm një kukëll, një... Po. Pse me majmunave? Po e ka nervëzu se e kam pas do për nonës. E ta tani, kërë dajtën për nonës kjo bosh janë izë dhe me vjedhë. Majmun nuk bohet. Tjetër kohën jam të desht me dvetë, dishka. Në manë majmuni shkë një prej kamelsinat. E ka prej këshurën. Kërka të t'i shkën e arbët. Ja, onë kam informacionet sigurta dhe përburimet sigurta që nuk del majmuni pa i lodurët. Ja, lësh, nuk del pej banjës. E bonorinën i lodurët, merë të hret, edhe tani jam synë. Jam synë të qanin. Hajde alëshuam që një majmun ka vjellë dyqan, edhe tani masa nej njerëzit edhe hajnë, tani që shtë përvinë virusat. Unë po menaj, ChatGPT-ja nga kalzej. Unë i besoj ChatGPT se punojnë 4.727.465 njerëzët. Sakta? Pa, të mënë... ka qkua. Dikon 65.000 litra uj hargjohen kër t'ja bajsh një pytje për me ftofë, se që shumë zejet. Rekat më janë të hargjohen. I shumë lëri me mu... Se u lio këtë. Lëri më falë u lio këtë. Sa lërë shëve. E ti po thuqë që ke majmën ashtë i pastër e kësisa në krejtë regull, ha? O, nuk del pa i lo durët. Bashkë kjo është shaj që e kam pas do për none. I shpiz. Edhe këqëra përshe është majmën i mirë. Solid. Se nuk merë ma shumë se sot që i duhen. 2 copa. 2 copa. Me konë mjeri.
Jo, Blerim, na me konë krejti morëm. Me konë jere, vi që kish këthy kështu atin, majicën, edhe e kish mush, edhe dy copa i kish hongër, se qa që është barë ki njerit, s'mën ma shumë, pa ka qep me morë sa ma shumë, që mingi, syt mingi. Syt i kemi tundë. Majmun, oga, ylli, dritës. Nuk lidhet kjo me majmunin kë rasti tash. Jo, s'ka të bëjmë. Jo, s'ka të bëjmë, për me kam. Se na që është e bëjnë asë kenorin s'ka të bëj, po na është edhe s'ka të bëj. Ka të bëj. Po, herë ka të bëj, herë s'ka të bëj. Në është edhe s'ka të bëj. Për shembull, aje... Qëreta. Majmuni e vjedh ato këta hëgjëm me inqizu. Po. Bëhet aksidenti hëgjëm me inqizu. Me pasi këtë eksklusivitetin. Lajka. Njeri des e mytë rryma të e bashurën të banderi kë hëgjëm me inqizu. Njonën e kishkil kje reaj me telefon të inqizu vetin. E vërtet. Qa këshër? Nuk e lëshej këtë dilin gjia pidrone se në Lene marë telefonat që. Ne gjendi të ramë. Në gjendë të ranë për vetë, nga përplasën e makinë për telefonën nuk e lëshën nga dora. Mëse po të rejken zonë në spital. Vlerima e ke pa, që po qërkullan në për jetë, a i tu në falë, kër du të me dhonë selam, a dhe kështu selam aleikum në fund. Aja gruja të prit me telefon mjë qelë me... Mja ledzu mesazhet e pret me dhonë selam. Amo kër i vjen atë, për shamull selam. Ja dhe selam aleikum. Opa! Edhe i bën kështu sytë që mos mja kop. Ja ta kop, vëlla e pli ta kop. Ja. Edhe me sytë gjem ta kop. Vap kështu nga fatin edhe. E sa njeri e ka hangër këtë forë. Bile kam informacione publik i dashur, kujdesni, se kam informacione që në këta monitorat e mirë, ta shonë s'pi do mi mësu grata, vëde po. Në këta monitorat që janë, që azem, që shësojnë me këtyne me shumë herca. Monitor shumë herc. Shumë herë. E qëtë fotografinë tonë në jetën, ti të flejt, edhe e ja ban kështa. Po, Po, tak. po që mos e bë punë me mshirë në esem bëj gru, se tani s'ki nevoj. Se zuna vetën t'ja ka faqen. Mos i probani këto shkathonë nga të shpija. A ke mja ka vetit faqen? Ja, unë e këmë pas zonë erë vetin të i kalzuni shtos të hecë të poshtë dhe kesh shanjoni të shaka, po shaki që po kesh tash, vëlloj, ja kalzova vetit një fore. Kur për nësë ke mu plak njëre me qëvallape, po të shka që ke mishë. A, një farë zhgufi vjetë. Një farë zhgufi. A? Sa vjetë i këmo? A, zdi. Nuk e dim që sajde e. Ngof. Kë fatë dilë zhgufi. Kalzom, Blerim, që që i thënë gjallit dajes? Qazim me s'pahan na i dajak ti, o qazim. Në qovë se... Qazim a jeti dajak, po më nëja, a i bjen ti me konë gjallit dajes dikujna? Mire, pas ka ngër dhe o kënë lësho, Blerim. Me qofë se djali tezes quet tezak, djali dajës si quet dajak, E djali migjës? Migjak. E temë me qofë interesant. se djali tezes quet tezak, djali dajës si quet dajak, Djali dajes dajak, do nga rej dajak. Migjakin? Mi gjakën, që dibe mi gjak. Migjak. Mi gjak. Do nga ne ki dishka të gjakit migjak. Po, mi gjak. Banë në ngom, ata që merrni me kësi shkrime, librash, merrni pak në rënë do fjallë banë pak më Babgjesh. interesant. Babgjesh. Gjyshak. Gjyshak. Gjyshet, tarak. E në në loka jemi? Tarak. Në në loka jemi, sa kon tarak në në loka jemi? Në në loka jemi, ja që shka kon? Në lokak. Qëre Blerim, deri sa na meremi me dajak, meremi me majmona, anena, knena, ke politika jonë këtu të na, lom, në Kosovë, lom, në Shqipëri, lom. Ku ma tjetër të konë lom? Serbi, pa ati s'na interesant. S'na intereson, po ku ka politikan faqet zeza ka me bëllëk.
E ki fjallën në Balkan, se kur dilë shpak ma ne përbajnë të trika. Allah, edhe në Balkan, edhe në botë, edhe në glab, edhe dilin gjije, faqe zije. Mos kina i sen kunder Trumpit. Mos kina kunder Trumpit në i sen ti. Një pyetje logjike, për shembull. Për shemë. Sa mund ta ketë Rogën kryeministri i Maqedonisë? Hipotetikisht, sa mund ta ketë deri në Rogën? Hajde 5 Qa GPT-a ki mundësi më tregu sa e ka... Më falë, shoki. Po, sigurisht. A ka mundësi më tregu sa e ka kryeministri i Maqedonisë Rogën? Qedet në kallëzën qati. Kryeministri aktual i Maqedonisë së Veriut është Kristian Mikoski, i cili u emërua me 23 qershor 2020. E di. Rogën sa e ka? Pagën. Paga neto mujore. Rroga neto mujore e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Kristian Mikoski, është rreth 140.450 denar në muaj, që i bie pak më shumë se 2.280 euro. Kjo do të thotë Ta ha loqën, ta ha shumë i mirë. 2.280 euro. A ka punu Qysh? Po jo se se dike, a mi allogaritë dhe këto dollaveret që i bojnë këta politikanë, ta vishë rrugën, a pëtin? Për që ta u munu? Qërë, 2.280 euro. Edhe kur nalësh e menan përbëj, sa gojle ka kjo rrugë është e vogël. Ja, unë e falë... Amo, nuk e di qysh fitimet jenë ka shtëmoja. Rruga është e vogël, po fitimet jenë të mdoja. Qysh fitimet se janë të marrësh? Kështu, jo për kryeministrin aktual, po në përgjësi për kryeministra, po thëmë. Do të kur ti jesh kryeministër e ki 2.280 euro. 80 euro, dhe ato e ki fitim. Po të më thonë që se prek ato. Po ajo është neto, nuk ka bruto. Do më thonë, neto 2.280 euro, ajo është e paprekshme, sepse ato ki benefite se në venë. Ato e len... Po aja vlen tënki ciklet me bojt gallin e 2 milion qytetarëve për 2.280 euro. Kur kryeministër si shaba, me ngu Ali Ahmetin të tha po shkojnë në zgjedhje, me ngu Bilal Kasamin edhe Izet Mexhitin jo po bëhemi bashkë, s'po bëhemi bashkë. Aha, pe kuptan? Mu qu krejt shqiptarët dhe krejt minoritetet dhe krejt pakicat mi thonë krejt eksponent politik. Ti, jo, dhe populata, ti jetë në i ba me qëllim, neve në i ke qitë kamerat për në denan. Po. Asë njerë, për 2.280.000 euro, po. Po, unë menaj që kryeministri në i veni duhet me pasë rrogën minimalisht 10.000 euro. Ja. 10.000 euro. Mjera e ka një shok i jemi veç shka i lanë të pleqë në Gjermani. 10.000 euro për me pasë kuptema i mu marë me kejtë të rokopenia, për ndryshe. Qysh me quhet njerë shkanë punë për 2.280 euro. Edhe kryeministër. Kryeministër. Plus nuk aty rrezikshmëria. Plus. Jo të kruat, bëtë java ty ula. Ka të ki. Ka të kam. Ti vish më nësh me kru, se e ke grith në i sen ka jarë për bjetë se type. Do me dhanë bëtë java. A që jemi a ka njësa s'po kruat ma. Ma s'po kruat, tu ka troshi lëkura. U kru i këtë herë. A e kope, a? Ja, veç Hajde, pak. kape. Po du me kalë zoni diqka. Do me thonë, unë si shamarë as me 10.000 euro. Se bjeta, nga më tash të të tregaj. Dy venet punës. 10.000 euro është pak të nduse. është pak të nduse. Dy venet punës në Gjermani. 2 venet punës, hiç nuk pushon. I merë 10.000 euro edhe s'ki me kërkan. As ta qelim derën, as ta mshelin, as ta majnë qadrën, do më shkatosh vetë. 2.800 euro, krejt e din, kur po shkon WC, kur po pshurësh, kur po full me grun, kur të ka thirë raj, kur të ka thirë gë, të përgjojnë ata, vinë ata për mas. Siklet, ti baki dënë më por, laj që të trenë, apëtin, të të mi thonë falë e shpak se kam një punë privat, ade si lë shërë një... Po s'ke jo i troti, ja përshë që më kinë në gojë. Goja e ramë. Ministri i Halkit. Po, kryeministrat e Halkit. Kryeministrat e Halkit që është ka bojnë? Shu o blerim? Shkan me provull në kurt vetë, qysha me punu në natën. Hajde të këshyra. Fur, ku anë cet? Në zetë. Që, kryeministri Slovak dhe në turnin e natës në një fur bukën në shenë solidariteti me të punësuarit e... Me provull, Qështu si isha bon kryeministër qështu? Gjdo natë me shku dikon. Qa me bodime da? Hiqmës me shku as parlament as ishë. Natë më shallë, një natë me shku në polici, një natë me shku në fur,
kur t'ishin hargju këto me shkun, po, Uj, e kam, okej. po, që me bo në po? Po me punon pak. Për fillim vetë, tani. Urna. Asi ta hajnë buka, shka duhet me bo. Mi fshi të rosha. Valla jetonin veton s'piti. Me vëllaj, janë temat rona këto, shoku Blerim, që mund më na kallëzu t'i pa ftyrë kallëzana. Se ti si e me ftyrë këto me ka fjallet në ekran. Mila. Do të dhëmë. Po ti kallëzo me Blerim në tutëm, më s'tja put me se në kështu të. Sa minuta e mo? Jem bo 22 minuta kofshin faqe bardhë. Pse? Kur ta Apo, rrasë. shkojna të koronadentin Prishtin, qysh ju kemi thonë, kallëzu, e kemi mju kallëzu që koronadenti është veni ku ju mundeni me regullu shëndetin oral, qka i përket dhëmbe, tela për me i drejtu dhëmbu dok ma bukur, implant, venirës, gjithë qka që ju keni nevoj të koronadenti, tani më kam plasu edhe në një verzion të ri, një bashkëpunim të ri me BPB Bankën, ku ju letësën që të gjithve për me pas më të letë dhe mënyrën e pagesës, po shihet edhe këto aja të cilën e kanë bo këtë bashkëpunim. Faleminderit koronadentin, na po shkojna me marketing, Blerim se edhe qëta minuta Blerim kujdesmi se kësë shë, këtë qore i bibes. Shkojna me marketing. Po, kuqk. Leper. Idiot. Këto fjallë Republikë jonë i dashur nuk janë televizive. Na ja bojna pip-pip. Po me një Reality show. reality show në Shqipëri, me skoft. Kur ti mundosh me justifiku diçka që nuk është e denjë për televizion, atëherë mund ta marrin njerëz edhe ta plasin fytyrës. Kjo megjithatë ne nuk e mbështesëm si shprehje, si komunikim, por që këto reality show që janë bo njerëzit të varur, ose këta gjenerata re që po thojnë addicted në raport me to, ka njëherë po menoj që krejt gojlet i kemi të rahatume veç qka po bën muza, qka po bën kjo, a i tha kjo, kësoj, kuq. Jo, be, unë kam tjetër kon e kam problemin. Unë e kam problemin, E që publiki unë unë i se dashur. disha që të problem ku e ki. Po më punë më na me të kalëzu. Oni me të kalëzu. oni, që lapsin, Unë problemin e kam të personi në fjalë që do e shini materialin. Aja është vajzë dikujna. Pa. Kështu që ne po bëjna thirrje për Breaking News që të edukohen fëmijët. E kemi thonë, duhet të edukoni një fëmijët. 25 vjetë para se me lindë edukohet fëmijët. Tani edhe kur të lindë, apet e pak. Janë i mën. Janë i manë. Pa. Nuk po thamë që kjo që i kanë shte pa edukate dhe pa edukune, po besoj që krejt njerëzit edhe shqiptarë të kanë pa, vetëm Breaking News se kanë pa. Ta shohim edhe pastaj, ja po një farë, Okej. një farë shlojfina. Po gjithsesi. Goca. Po kuqk. Po të gjojmë. Po, si ishte tolerushme, po. Ishte fjale bukur. Ja u themi njerëzve me shoqëri. Ola, jo. Ola, jo. Ola. Fabiola Lezaj. Ola. Dhe mi mu... Goca. Po kuqk. Po të gjojmë. Duhen rrutroni këti popullit. Po, Kjo son si ishte rregull, kur gjon tolerushme. hiç son rregull. Dhe më thonë një jeton, edhe publiki jo një dashur, ju që se keni pa. Kjo vajza është pjesëmarrëse në VIP Pharma, edhe ja ka, në Prime, i ka thonë Albanës. Po. Një super udhëheqëse e show-ut televizion. E vërtet, ikone kësaj gjëja është edhe nuk ka dilem, po për te asaj që kjo nëzirë për i gojas edhe mënyra që si ishte ullur edhe mënyra gjuhës, gjuha trupit që shaja vajza komunikajke në një prime me një audiencë super të madhe, ishte vërtet shqetësuese, mënyra e ulljes të regante që
s'po du me thonë e pa edukat, po nuk pe gjej një formë, se qashto nuk bën mu ullë, kur ka njerëz, kur je vetëm, bën mu ullë, po qashto me dalë edhe mu drejtu me qatë terminologji për mu është e pa kuptim, na këtë shka mujna me thonë që nashta prindret mund t'i ketë mirë e të edukum, por që rrugës dika vojza e ja ka huq, e qka pe bojnë gabimin, një gabim të pa falë shumë mediat që po ju dhojnë hapësirë njerëzve të cilët nuk e meritojnë me konë pjesë e projimit ku shumë fëmi e shohin, në qofë se nuk e shohin në televizion, e shohin në rrjetet sociale, edhe e marrin si model që nesër mujnë me shku në shkollë, mju referu me ato terme mësusit, mësusës. Nuk e di ku kena shkel, po një e di edhe pse është besytni për hajmalijin abo. Ja, sa besytni? Hak janë, se hiret janë hak. Po e vërtet është, po hajmali nuk është që... Qazim, atë shkru në hoxha hajmali? Besytni është. A? Nuk bën me shujt, po... Okej, se di në qëtë punë, nuk i di, po këtë nuk e regullën kja punë. As hajmalia? E kam qëtë... e kam një... Qështë dhe e bledim? Por dush e shkru në Hajmalia. Burrushti, po. Burdo. Ja, unë e kam një farseni që tu dikun për speshoj këshka e kishë regullu. Ja, ajo është... Jo, speqes në ekran. Ja, po më zbathiri për dhunë. Jo, Fadili e ka fjallën qysh me fjallë të mira. Po, i kësha thanë në shiqo du të ledzosh libra e... Me shkru e se! Po, du të ledzosh të silesh tani mas e ses do të shkosh në shkollë. Shkolla është për ty. Më së të zej. Për deri na sa? Për deri sa na. Po, okej. A e da plani qazim së pëtëran, Qazim, ja, s'pëtin e da plani. S'pëtin qazim. Hajmali. Për deri sa na qazim. Qazim, mesëm sheldirin qazim, rejtë. Për deri sa na i thojna kuq kënë televizion, apo? Pa. Edhe bojna emisionet të cilat i kemi parë. Mas i përmenim me emër, sepse gjithë shka po bëhet tash në përbot. Po ka emisione përpusës, apëtin. Edhe pi marrin do farë viktima të të rastit. Po dhe interesant të vadil, qa që kanë audiencë? Audiencë? Qa që kanë audiencë? Qka është i pasionun kë popull? Mas më të lakis? Mas senëv të flista. O, zët i madhë, kur hin eshe atë, qka janë gjendje me bo, e me po, e me flis. O, do të shkuj tuqë. O kri puna, shëshnia jonë i kalot dur. Nderi sa shëshnia jonë i kalot dur, ne, në emisionin tonë, Postojano, që shi bjevesh që Postojano? Qa Postojano? E shumë mirë me qëra lafi, po duke në televizara. A rishtaze. Non-stop, që këj kolega ka Kosevi kanal më s'kjeve Postojano? Nale, se o përzi kanali. Postojano kena thonë që kena me marë shembull Japonin e tash jetën na folëm ju thujna udhecave të emisionit. Kuqka, jenat prirë me këshyrë, budalaki, me kikerika, mledhëm, familjaresht. Që e kryt? Të ngujën, me kikerika? Me zëtjemare. Për more e në bo? Me zëtjemare dhe pjesë e Jo kështë e ndoj Japonin? Jo, gom lehtë e Japonin. Edhe Japonin e këna marë. Do me thonë, ndërtim jetën janë të bëjë japoneste dhe shkru në aty thot duket si kur me kanë operacion në salë. Këqyre qazim se si mërë veshti dhe se në si stash jetu prejkë dishka ka u burri qazim, këqyre që shpunohet? Që ku apetine, këlle e vrata. E ka sus. Ndërtimi në Tokyo po duket si laborator steril, japë se Japonia është një tjetër nivel. Qëretë, detar. Mo ullë. Qira filgat.
mull, me hangër, buke krypteshe. Me patijan. Vlerim dërtema tu, pe vrem, vlerim. Kur kina me arrit në qështë? Kur? Pse në ka dalë nësë këtë? Kur? Ma se ka tash rinia. Kur, heq? Rinia janë të ecër para. No. Qështë kur s'kena më dhonë? Kur, heq? Heq. A i kemi njës me vlerim, a i qesë me dhëna dhe lastika. Kur të lynat e shpija. Kur, heq? Bravo. Qaz, bravo. Lëshon ja, pi, e ke qmull. Do më thonë, na jena veç në rikëferës. O kry qaz. Nuk bohemi. Ska diçka në genetik, u përzi ato diçka, u përzi. Vjen mikseri me beton, do më thonë, e shproz, tani ka del asfaltet, stërpik një 1 kilometër, udhës, krejt qështu që e bën betoni udhën, shkonaj me plëgjinar, me livru, ka del pe orës, tani një 10 kilometra i shkon të u shkun, të u vitë bankjeri. Publik jo një dashur, krejt të shka tha jetoni, të na, një cikur një Japoni janë të dënuara me leq, të dënushme me leq. Në kamionin nëse se ka ceradën dhe ka gur ose dhe, lirisht e fotografoni edhe e denoncani. Du ta denoncani. Edhe tani ata ku ta denoncajsh, ata e denojnë. A, e denojnë, baba. Jo, e lë, s'ke denojnë aja me golf dësh që s'ka registrim. Po jo, mërë qëfar e denojnë njonin që i ka marrë 2 pat ligjona, e s'pe denojnë njerin me 20 milion euro. Me konë me denuaj si shdojnë në asfalt, ty i stërpik mikseri me tane. A, e ka djallin e migjes të kretar të komunës, o Po, a i mos me pa djallin e migjes të kretar të komunës, a i se kish bo, heq me të njerëgen. Qarma, që ato, shka bajnë për lagë? Po, dhe, po. Ja, ka varë një tender që atë djallit migjes, o, jetën. A, i dinat forën, a i njoni që ka jes me qërshia. Njoni ka jes me qërshia, mës ta të projmë, na nuk i, na lish pretendojnë që për shemë la i ka mujtë mja dhonë. Këtina një tender të një këj ka marrë traktorin e si din këto ligjet tjera. S'kemi fakte, na, nuk kemi fakte. Veç që ki djallë mizë, që e ki në kryetarë dhe ti betonjerë këne ki. Fakte, s'kem. A kalzëm ti mu diqka. Atë kujtohet aja forja që i ka pshur a i qërshijat. Atë kujtohet. Natë para. Shikur binte në Prishtin, unë e ti si dy këndare, për shpërisim, për dashurinë. Ti me doje. Unë s'te doja. Ngomdal. Nuk u gjelber, të gërmisa. Vlerim, a ka një fore, krejt e din pa shumë e fort kjo fore. A njonit i ka marrë 50 kila qërshia dhe ka pas me jes një rrugë gjatë, edhe tu lutë. Mos e deforma foren, të lutë. Unë du me kalzo Fadilski. Fadilski kalzo, hajde. Ka kalzaj, edhe tu shku, tu ju ranuaja, ka thonë, ti gjuj do, për tani ka ardi noti që pja ha në dikush, e ka derë një grumëll, e i ka një i kapshor. Rasisht i bjen, ma vënë më këthy që nej, a unë tu s'ka qërshia, shkrej, thamë duke qëto, se ka rokë. Mire lidhe. Mire lidhe, kjo në Fadilski. A kini hangër ju qërshia kështu dy bleneve vla. Se ishin bo helm. Helm. Qërshi që ta nëzën grykën e fytit, veç se na ka... Jo, ma në shka menoj e të në. Lëshua blerim fotografinë mes nga kam një problemë në këto. Veç një? Jo, sërzisht, po du. Qërshia në akcion nga 23, 89, 15, 89. Pas kam pëshur, po? Jo, këto janë me shurë dhe. Ja, që tu me shmim atull t'i kanë pëshur. Ato në altë e konë pa pëshur. Ej, logarit e tash. Sa mund tjetë, falë Fadil, falë që për nërbrej, se po du me bo një krasim. Sa mund tjetë kilogrami mishit në Mazdoni? 800 dinar i mirë. 10 i mirë. Do më thonë, 2 kila mish më nëshë mi ble edhe 4 euro me ble në i kje pudës a në i sen që me po mishin. 2 kila mish. Po du më të thonë një diqka. Na mish motis këna ongër. Ama qërshia s'pas këmë ongër, hesh vitë që ato të pëshortat lërë. Ka kanona, ja. Jo, sërëzisht vitë që ato të pëshortat mu shumë me gjetë kuj kina lonë se gom. Po e kam edhe një problem o blerim, edhe publikin jam i dashur. 1 kilogram qërshi i ka 600 gram bërthon.
Po, bërthomat, po vish bërthomat mund me mjell. I mjell në balkon edhe... edhe del... Ja, në balkon mjellët diçka tjetër. Ja, qërshia mjellët në për 400 gram jena të pula si mishi. Jo mish, po, që shi thujnë? Buk. E mira qërshis. E mira qërshis, do pa bërthome janë 400 gram. 400 gram, lëshoblë me njërë takshirëm. Do të me pas rrogën e kryeministrit me mujtë me hangër një 4 kila në mujtë. Më është orë e sabi, shuve dhe. Prime e kam... Po vlek, apo keni me problema, po më mundi me dalë në fund mujtë, sërëzisht e kam. Po qëfar, më që unë të kalëzoj? Shkruna veç atë në koment, prime e kam, apo mundi me dalë në fund mujtë, loq kemë se... As po di me ullheq, me ekonomin, as di di shka këta fund. Të kom kalëzojnë, frigorifere o ka janë cenet? Garanta shpo. Ja prime e kam jetën, ja kom njësë me menu që s'po di me ullheq. Po ja u të regoj një shembull që nuk lidhet me këto, po lidhet me atje. Te koft. Atje koft. Dhe më çmimet e ushqimit, e kemi thonë disa herë, për shembull në shtetet perëndimore është shumë ma i lirë se sot e na, ku paga është e jashtëzakonshme. Ba që i shenë tha ko kanë shtrejtu 2 herë ma shumë se në Gjermani, në Kosovë. Po loj që ashtu është, ba që i shenë, po tash, qka me bo? A na rrogat i kena Po. si të kryeministrit? Si të kryeministrit veç... Ma. A? Ti ke përgjes për rrogat këtu, apo? Ti ke përgjes. Ja, la më mësëm përzini. Me rrogo këtu. Ja, mësëm përzini, unë jam... me qërshia të shorta. A shpejtojnë apo? Jo, s'me shpejtojnë a gjithën. Harroje. Qa harroje? Harroje, krejt, shka tham dhe i tash. Harroje! Harroje që dikush... E ka pas një kongë Arbendre Gjevakici. Harroje! Këni sot këngëtarë më po? I harroj të gjitha. Ata bajnis një koncert në stadion Fadil Vokri. Edhe qëta që i vinë mi trem. Na këna me lëshur një thonje, e kemi ndëgju, për shama, e kemi dëgju, po ky burri ka spjegu me një podcast shumë mirë, njerëzit veç plët sene nuk t'i pranojnë, edhe s'ta dojnë ama suksesin heq. A, ngojmë. E ngojmë se e kështë thonë. E ka qëpu. Hajtë ta së ngojnë? Haroja, asë njëherë njerëzit nuk do flasin mirë për ty. Një nga gjërat që nuk të falin është suksesi. Nuk të falin. Dhe ata njerëz që ti ke menduar që mund t'ishin një qik dëshamirës, në atë moment, pra, haroja. Një nga gjërat që i themu njerëzve që kam afër, me cilët unë punoj, ose përpiqem t'i edukoj, sepse dhe mënyra ime është jo gjithmonë rezultative, është që të çdo njeri shif atë që ka të mirë. Mos u kapke defektet, se po të kapesh ke defektet, shif vetëm pasqyrë. Edhe është do pëse. Pra, shif ke të tjerët, që ka në të mirë. Në qoftë se të tjerët në të kundërt ndaj teje, fillojnë të nxjerrin këto gjërat e tjera, harroje. Pse? Sepse në jetën tënde, ti asnjëherë nuk do të bësh qefin gjithë. Bile është e kundërta, në momentin që ti, ose në periudhën, se s'është moment, në periudhat që ti sillesh, duke ardhur rrotull që ti bësh qefin, e ti bësh qefin gjithëve, do humbësh personalitetin, do humbësh dinjitetin, dhe të gjitha ata njerëz me cilët nuk paramisohesh sot, do të të nxjerrin gjuhën brapa kurrizit. Haroja. Haroja. Mas kësaj s'na mbetet gjë tjetër veç me shku me marketing, e më kthy prap. Edhe... Jo, shko me marketing. Publikioni dashur, erdhëm na ka fundi emisionit, po dojna me tregu se njëne e kish maru zakonisht e kallëzojna, kështu jetë me jetonin kanë... Shpejt përshkon. S'kena vakt. Përbes që s'mejtë me analizu që ato se ke shumë
Ja, Ona e sukses. analizojnë shikust. Okej, hajde. Jalona shikuzi me analizu se që ashtu është puna, po me jetonin i kalzojnë edhe prodhime që janë interesante, këshim bo një prodhim për shembull kur të vijun në punë, blerim, e kam atë haletin këtu, edhe me atë haletin kalzoj çfarë baterie kam sot disponimit. Kështu është shumë interesant. Kam e Çfarë porosit. mudi jam? Kam e porosit, baterien sociale. Po, bateri sociale. I shohën shumë të këqyrë blen. Që? Për shembull i thu, ma ka nervoza jam. Po, edhe... I thu, për shembull të shkuraj që i përmeni porzit rrugën, unë veç abaj ka e kuqja. A për shembull vjen dikush më i madh se ti, thot më të arrit rrugën që ka gjelë për ta. Normal për veti. Kjo është e vërtet. Jeton, tash të më thotë diçka. A e din se publiku jo në din, po ty po du më të pyet. Shka është meme që i thujnë na, meme? Po. Kur shkputet një diçka edhe bëhet virale në rrjetet sociale, qysh ka ndodhë në shumë raste, por që të na tash pi referohen anglisht, nuk e di qysh i thuhet shqip. Anglisht i thuhet shqip meme. Ja, shqip si thuhet. Cucëll i thujnë, meme. Meme. Cucëll, kur kena bo në televizioni Alsat. Instituti Albanologjik duhet me pasunu pak fjallorin me shtime, me ja gjithë një eme. I veja gjej une? U kry, mas i pjazon. Ti din që unë ja gjej krejt. Po. E që tucëll me lona? Meme. A, meme? Po meme, jepja meme, një jepja cësë. Po, meme, në bërja meme. Po, interesant. ChatGPT, a ka mund si unë kalëzu, shka do me thonë meme, mim. Ka dalë, bre. Mim. Shka do me thonë mim, meme. Po, sa... I ose një përshëndetje e lehtë, zakonisht si një mënyrë për t'i thënë dikujt mirë se erdhe, ose përshëndetje. Jo, mes pa shrolla bëllë, najtet. Najde. E nala. Jeton, kur kena bo na meme si televizion, nuk ka pas internet. Po, s'ka pas internet. E vërtet është, kjo është një... I kena 2 meme na që tash silën në për televizion, në për edhe ma shumë vite, nashta më spet e projt dikon një dekada, diqka. Hala, ma shumë. Atë kujtojt blenim ke video e shumë? Video në karo borë prekovishe. Kuqive shkojnë shkollë, borë karo prekovishe. Kur jam që borën na, tjeli a gjenë, 100% e ka plasë që gjenë ato unë e ka qitë. Po mu baskon njeri aj, sa kështoj gje? Ja qavë që gjenë, u shkrajgje 100% Iu, prekovishe, na kur këna pas meme, ju s'kini pas kamera, kështu që po shkojnë atë rjetet tona sociale, shkojnë këqyrë një meme tona tjera, materialet tona që janë... Gjithsesi, mos harroni me vizitu edhe portalin ton, televizioni alsat.mk dhe brenda për brenda saj të gjitha produktet tona mund t'i gjeni atë. Mos harroni... Ashtë të rëndësishme jetën me thonë, sepse televizioni Alsat në Facebook e ka tikun. Dhe të tjerat që mund t'jenë të tila janë fake dhe janë false dhe nuk janë të Alsatit. Mos harroni edhe një subscribe, më na i bo në YouTube. Qështu, shqipjen që... Po, në ndihmoni shumë deri në emisionin tjetër, miru t'a kofshim, shëndete mbarsi. Blene ka një kilë qërshia. Zbate e punë.